Live from Tirana në Top Albania Radio. Në kulmin e sarkazmës së tij, duke paralizuar atë me realitetin, por kush kupton ose kush ka dëshirë të kupton më shumë, Curi thotë që ose e paralizon këtë protestë si një reality show veror, mbasi shqiptarëve u duhet një reality show, se nuk kanë këtë kohë, edhe e paralizon me emrin Big Brother Boulevard. Pra B. Pra jo BBV, pra jo Big Brother me VIP-a, por Big Brother Boulevard. Pse është e para si reality Curo, dhe e dyta pse Big Brother Boulevard, dhe mendon që kjo gjë mund të marrë jetë, pra mund të bëhet realisht një reality nga Rama, po e zëm? Rama të do, pra. Rama do që ta mbaj protestën në spektakël dhe ky është kurthi. Nëse protestuesit duan na dëgjojnë një mendim të pakërkuar ndoshta, po me që ne jemi këtu, po e themi. Ramës i pëlqen spektakli dhe i tërheq njerëzit në spektakël. Ky është kurthi i tij. Prandaj dije kërceu vallën e Flamengos. Dhe mbas asaj që bëri ai, shpërtheu Bulevardi, BBV, sepse Big Brother i po ndodh në Bulevard. Po. Dhe shpërtheu me meme, me video, me përgjigje. Ishte revoltuar dhe shumë influencer dje, po, sa ky ka shkalluar, domethënë, po. Prapë dhe ajo është një shenjë kujdesi për kujdesit dashurie. Pra, ai i fut njerëzit në spektakël. Rama ka nisur vallën e re, tashmë jo më me def edhe me siç i ka bërë dikur me daulle, por siç të thash me vallën e Flamengos. Dhe njerëzit e hëngrën dhe këtë ka rënë, pra, dhe sot do shikosh ti që do të jenë pankartat me Ramën që kërcen, me Ramën që lëviz, me Ramën që na përqesh. Influencerët e parë dolën që dje i thanë ne s'kemi marrë kokër leku, disa e shanin, disa e lavdëronin, disa thonë unë kam paguar taksa. Po, disa thoshin ky është kurth, thua ti, Rana kurth, e hëngrën. Janë gjithë këto ditë në kurth. Nëse kjo protestë nuk bëhet një lëvizje politike, atëherë do të ngelet një Big Brother Boulevard. Po si mund të vihet në jetë kjo BBB-ja, pra Big Brother Boulevard, që ti e quan këtë protestë? Po imagjinoni tani, njerëzit aty kanë vetëm një nevojë të llahtarshme, të tërheqin vëmendjen, to see and to be seen, të duken, të shohin të tjerë dhe të duken dhe vet. Gati na kanë ringjallur kujtimet e një xhiroje të vjetër që bëhej në bulevard para viteve 90. Sigurisht atëherë s'kishte celular, por ishte harruar. Që ishte harruar dhe ajo vjen sërish, por në një formë më rinore. Ka njerëz që vetëm filmojnë, vetëm filmohen ose bëjnë video selfie. Domethënë kur them video selfie nuk kuptoj që japin dhe mesazhe. Pra dalin dhe marrin një statement. Pra njëri që jam me celulara në duar, thua ti. Po dhe ndjen important. Sa celulara mund të kenë përgjithsisht një protestues? Po një minimalisht e kanë të gjithë, po unë dje pash edhe vajza që kishin 2 celular, ndoshta me një filmonin me 2. Dhe me sa më tha edhe një student im që ka një dyqan elektroshtëpiak, ka filluar po blen dhe kamera trupi nga ato që varen, janë ca kineze. Që mos i bëjmë reklam. Ka filluar shitja e tyre gjithkohës live, pra. Ai Big Brother Boulevard është e kam seriozisht o Ronaldo. Jo, qesh me këto që është rritur numri i shitjeve të pajisjeve elektronike. Po pra, sepse ti do thuash për shembull, po ti ishe pak më serioz, si u bë ka një Big Brother pa kamera. Po, pa Top Channel, se vetëm Top Channel bën Big Brother. Pra i ka smur kaq shumë njerëzit sa dhe në verë e duan vazhdimin e duan një reality dhe në verë. Duan reality. Ore, mos është kjo arsyeja se i mungon një reality dhe doni një gjë të re të merreshin, të shanin, sigurisht të komentonin, të kritikonin. Gjenerata Z përveç shumë gjërave të mira që ka dhe idenë që shritur me rrjetet sociale dhe ata nuk kanë dot pa vëmendje. Duan. Pra e duan vëmendjen, duan produktin. Dhe në këtë frym, ideja është që unë po ngacmoj protestuesit që mos ta mbajnë këtu ku janë gjën, se po ta mbajnë këtu ku janë, nuk i prishin punën askujt. Mund të kënaqen vet, mund të mbajnë statement ta qëndrime për çdo gjë në jetë, apo të dalin thonë për shembull që babim nuk ka mend, doli njëri dje dhe tha babim nuk ka mend. Po, e dëgjova dhe atë. Apo dikush tjetër që ishte më interesant nga ky tha faleminderit që pankartën time e bë virale. Pra ka një jetë të viraliteti. E kanë akoma mendjen aty. Dhe këtu në këtë kurth i fut Rama. Rrini aty thotë se do bëheni viral. Nëse po i poston dhe ai ofron dhe Instagramin e vet, me 600 ca min tjerës, si poston aty. Po bën ripost. Thot rrini aty, se unë ju bëj të famshëm, se unë do t'ju bëj viral. E kuptoj. Pra, ore, mund të jetë dhe dëshira e këtyre njerëzve që gjatë gjithë kohës, pra nuk janë të famshëm, po duan të futen në spektakle televizive. Mund të jetë edhe kjo një lloj dëshire. Po është dhe kjo, sigurisht. Sigurisht atë famën 3 minutë e duan të gjithë. Madje edhe të huaj kanë vajtur sa ishte një podium që ti e përndësit të jashtëzakonshme. Kam parë shumë protestues dhe të famshëm që dalin mbajnë fjalime, po gjithmonë
gjithmonë është dikush aty që i filmon në një kënd shumë të mirë. Pra duket se kur i thon më filmo pak tani, pastaj marrin video me cilësi e postojnë në Instagram. Është një influencer e mbarime si e ka ajo, që është gjithkohës në protest edhe si e ka emrin? Mbarime. Okej. Tani unë flas dhe me simbole, njerëzit mund ta gjejnë. Është gjithkohës në protestë dhe filmojnë njerëzit dhe ajo për shembull thotë që unë po bojkotoj mediat, ndërkohë që gjithkohës e ka mendjen te media. Ose ka të tjerë për shembull që urime po themi, që e filmojnë veten përpara se të flasin dhe mbarojnë filmimin ndërkohë që janë akoma duke folur me idenë për të thënë që kam gjëra të tjera akoma. Po ka dhe hipokritë të mëdhenj në atë protest. Po për shembull 3 hipokritë që shquaj unë janë këta politikanë të rinj, të ashtu quajtur. Lapa, i Qori dhe zoti Sheaj. Dhe Sheaj, të cilët për vete nuk mblodhen dot as 10 protestues. Dhe çfarë bëjnë në videot e tyre? Pozicionohen në mënyrë të tillë që të duket sikur protestuesit ndjekin këta. Sikur janë me këta. Ndërkohë që Lapa ndonjë 100 ditë për shembull 100 veta nuk i bëri. 4 veta i kishte aty tek kryeministria. Po mirë 4 po janë shokët e tij. Sheja gjithashtu, Qori mund të ketë një 20-30, po prap nuk i bëri dhe tani këta thonë që erdhi thesi i votave, të futemi aty, të fusim duar dhe të rëmbejmë sa më shumë. Një tjetër hipokrite e madhe është një kolege jonë që s'pa përmend emrin që për mos ta sulmuar, e cila vajti aty në mes të bulevardit dhe i frynte në vesh protestuesve dhe i thoshte bërtisni, bojkotoni median. Po ku qëndron hipokrizia në këtë rast? Sepse ti nuk mund të bësh një gjë, nuk mund të thuash një gjë që nuk e bën vet. Për shembull, nëse unë do thosha bojkotoni median, nga sot nuk do dilja më në top. Okej. Do ikja. Do thosha bojkotoni median, do ikja. Unë s'mund të them sot bojkotoni median dhe në darkë të vetet e Grida Duma. E kuptoj. Ose nuk mund të jem hoxh dhe të them bojkotoni xhamin. Pra ti zonjë bëj vetë para njerëz, se je ftuar kudo në top, në klan kudo. Bëj vetë. Bën thirrje bojkotoni median. Mos i gurin e fshi dorën, zhduku për vete nga media dhe pastaj thirrja jote është e sinqertë. Pra gjithë këto hipokriziti i gjen edhe në protestë. Ka dhe aty hipokrizi thua. Dgjoj, nëse do të rikthehej në një spektakël të Mirfield, kjo se më pëlqen shumë tani televizioni, unë është fusha ime. Ky Big Brother Bulevardi. Rama i bie të jetë ky, pra vllai i madh. Rama është vllai i madh sigurisht. Ti çfarë pozicioni mund të merret te ky Big Brother Bulevar? Pozicionin e opinionistit për shkakun. Opinionist. Të gricja gjithë konkurrentët. Komentoje konkurrentët. Me formë kritike sigurisht. E kuptoj. Do dohet të kishte një analist tjetër në krah apo një mjafton? Ja, jeti. Faleminderit shumë. Madje edhe mund ta bëjmë ne këtë tani që po thua. Vërtet? Po. Ore mund t'ja propozojmë Ramës se mund ta bëjmë vërtet spektakël veror këtë, se çfarë do bëjmë gjatë verës, vetëm botërori është edhe. Mund ta bëjmë, pra mund të vim këtu. Mund të vim këtu dhe ta bëjmë her pas here. Të marrim dhe pamje nga bulevardi dhe të komentojmë. Tani se do të funksionojë gara e protestuesve? Pra në fund, ky që qëndron, çfarë fiton, se do ketë eliminime, besoj? Sigurisht që ka eliminime. Por konkurrenti eliminuar nuk ikën nga bulevardi, rri aty. Rri aty, jo si te Big Brother, pra që del nga shtëpia. Ai duhet rri në bulevard. Ai rri aty, rri në kamera, rri gjithkohës në përqendrim. Po si do të matet një konkurrent i fortë aty? Po është në eliminim nga e kundërta, pra jo kë duhet të heqim, po kë duam të vëmë. Është në eliminim pozitiv. Pra, disa personazhe që kam shquar unë tani që janë pretendent për fituesin e këtij edicioni Big Brother Boulevard sezoni veror 2026. Edicioni i parë. Po sigurisht. Unë uroj që të mos ndalojë kjo. Që të bëhet çdo vit. Që të bëhet çdo vit, po të thash tani ne mund të bëjmë shaka, mund të bëjmë humor. Jo, unë kam serioze këtë gjë. Unë uroj që kjo të mbarojë sa më shpejt. Dhe të kthehet në një gjë politike, në një gjë serioze. Më qëndro pak te këto që kanë shpresa për të fituar. Pra, i pari njerë që është propozuar dhe për kryeministër është Marin Mema, që është gazetar i njohur i Top Channel. Patjetër, shumë i respektuar. Shumë i respektuar. I dyti, i cili përflitet shumë, është ai aktori portokallis, si e ka ai që luan policin. Po ka vite që ka ikur. Florian Binaj. Flori. Po gjithsesi është produkt i portokallis. Është frima e Top Channel. Po. I treti shumë i dashur është Blendi Salaj. Okej. Gazetari juaj i mëngjesit. Po. Është shumë i dashur dhe një nga njerëzit që protestuesit e dëgjojnë më shumë është antikonspiracionisti më i famshëm në Shqipëri, Alfred Sako, që është edhe ai tek rrethi katror, është i Top Channel. Po, kishte mbajtur fjalim Sako, dia për vetë vazhdimisht, madje dikur ishte shqetësuar që tha nuk ka birë nëne që të më heqi mua mikrofonin e tjere. Pra, pretendentët kryesorë janë figurat të Top Channelit. E kishte përmend dhe Rama dje, rrethin katror. Po. Kishte përmendur edhe një patriot që nuk deklaron lekët, nuk e di për kë ka pasur, nuk e shohim dot akoma, por Rama asnjëherë nuk i jep
zgjidhjet menjëherë. Që do të thotë që ndjek shumë Top Channelin. Dhe që do të thotë që dhe protesta apo më mirë Big Brother Boulevard sezoni veror është nën mbrojtjen e Top Channelit. Ha, më boti me këto konspiracionet i madh fare. Nuk thash në udhëheqje, në mbrojtje. Po, e kuptoj. Sepse njerëzit, edhe pse kolega jon i tha që bojkotoni median, janë duke fjalën për atë videon që u bë virale, po. Po janë duke nxjerr personazhe shumë të dashur, personazhe të Top Channelit. Edhe ne të dy për shembull, që ndoshta do na shplajnë, jemi prapë në Top Channel. Pra, po ne nuk po themi gjë, ne po e zbukurojmë, ne po e çojmë këtë protestën në një tjetër nivel. Jo, ne duam ta shkundim. Ne duam t'i themi që po të rrini kështu siç jeni, do jeni shumë të bukur, dalin analistën protesta më e bukur në botë. Ka shumë e kam dëgjuar të bukur, ka vajza të bukura. Po. Ka fëmijë të bukur, po tjetra për shembull që është ajo që duhet ta them shoqërisht që humbën fëmijët. Le që humbin fëmijë çdo ditë njëherë. Po se nëse nëna e ka mendjen të bëj video selfie, të ikën fëmia nga duart. Se prandaj thua mund të ketë humbur. Jo, mos u bë kaq shumë tash. Po si mund të humbasë fëmia? Po ka shumë njerëz aty. Po ti mbahen në krah, ka për dora. Në moment është ai. Po nuk mund të ndodhi çdo ditë pra. Kanë humbur 2 fëmijë deri tani. Po u gjetën, dy që dim ne, sigurisht që gjendën sepse ta ulën gjithë në tokë. Po ideja është pse të humbi. Në momentin që ty të humb fëmia, se ke mendje diku tjetër, pra ke mendje të bësh video selfie. Ja, ma ja, ti tash se. Po si un kam parë nëna me karroca në rrugë dhe flasim me video selfie, them un mbaj karrocën se ti ku. Po është histori tjetër. Ti ke kaluar aty afër? Në protest. Po sigurisht si mund ta komentojmë protestën? Seriozisht? Po, gjitëm te piramida në maj, edhe aty duket gjithçka. Merr gjithë frymën aty, po tani unë do ndroj vendodhjen se imagjino tani që e thash. Po merr dhe mua sot, se un kam pasur, nuk kam kaluar aty afër se mendoj që po të kaloj do më marrin. Dhe ana më e smur e protestës që duhet thënë dhe kjo është politizimi i fëmijëve. Pra të këta marrin fëmijë, nxjerrin aty. Edhe këtë se kam kuptuar, pra atë duket të normale që një fëmijë 5 vjeç të dalë thotë Rama ik, Rama në burg, se mund flasë një fëmijë për burgun. Është smundje. Pash një video që vënja 10 fëmijë tek hyrja e kryeministrisë dhe prindit që bërtisnin më fort, Edi Rama, vdis, ku diun. Edhe fëmijët disa dhe qajnë aty, sepse imagjino çfarë traume emocionale merr një fëmijë para qindra vetëve për të pëlqyer të tjerëve dhe prindrit. Po dhe shumë problematike është kjo pjesa tjetër që kush ka fëmijë to që merren me veshët, besoj si quhen këto mjekët. Ajo është më pakta. Sepse ka fëmijë 1 vjeç aty që dëgjojnë korin, ajo mund të jetë shumë shqetësuese për daullën e një fëmie 1 vjeç. Po një tjetër që sepse ajo rritet dhe me gjëra shpirtërore, pra në gjithë botën fëmijët nuk lejohet filmohen, sepse tërheqin lakmin, zilin, xhelozin, mbrohen nga filmimi. Pash një protestues, një gjysh që ngritë një fëmijë gati 1 vjeç lart dhe rrotullonte dhe gjithë të tjerët që e filmonin sikur që e Simba, ai Luani që ngrinte klyshin. Pra, ti nuk mund t'ia bësh të gjithë fëmijëve dhe ju lutem prindërve të mbrojnë fëmijët mos i çojnë në protestë. Nuk është për fëmijët ajo. Mund t'i marrin me vete, hajt, se s'kan ku t'i lën. Po mos e ekspozoni, thua mos personazhet e protestës, nëse duar mund t'i themi Topi të bëjë një sezon dimëror të Voice Kids, nga këto konkurenca Kids. Po jo aty, nuk është për Kids ajo. E kuptoj. Le të lëmë të mëdhenj ta bëjnë atë gjë. Dhe nuk e di sa kohë kemi. Do shkojmë pak në marketing tani. Okej, që të japim ndonjë këshill sepse nuk duhet ta lëm këtu. Po e lam këtu. Se më pëlqen shumë kjo. Mbase është gënjeshtë, po dua ta besoj. Vërtet mendon që mund na dëgjoj Rama sot? Është tani live po na dëgjon. Seriozisht e ke? Sigurisht. Po e kemi me prova, pra çfarë? Mirë, me që po na dëgjon Rama. Çfarë themi ne në emisionet e darkës në analizë? Për shembull bëra një batutë, unë thash këta. Ajo e jugut. Ajo e jugut, këta vipat e Lalierit thash që duan flamingot, shkojnë në Green Coast. Po e tha Rama atje. Po është nuk është era parë, është era disaj. Ta thash, kur shikon se nuk dua tani, kur shikon këta që janë të harruar, imagjino ne. Me që po na dëgjon Rama, e fusim çik marketing, pra ti bëjmë respektin sponsorave dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Po shpejt sepse Rama humbet durimin dhe ikën. Mirë, mos ik Rama, u kthem.